Pas 2 muaj zhgarë është mbytur në Lezhë edicioni 5 i kampionat të voleybollit ndërmjet institucioneve, një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë dhe synon të promovojë sportin, frymën e fair play dhe të bashkojë komunitetin. Finalja solli përplasjen më interesante mes policisë së Lezhës kundër ekipit të bashkisë. Ndeshja throi emocione të forta, por ishte ekipi i bashkisë që triumfoi me rezultatin 2-1 duke ngritur trofeun këtij viti. Organizatorët theksuan se ky aktivitet i zhvilluar për të pesën vit radhazi synon të jetë më shumë se një garë sportive, një mënyrë për të afruar komunitetin, për të nxitur një mënyrë të aktive dhe për të krijuar ura bashkëpunimi mes institucioneve të Lezhës. Ishte një kampionat tepër i bukur, që tregoi që kanë edhe vlera sportive disa njerëz që realisht nuk e prisnim. Ishte shumë fair play nga të gjithë. Ka ndonjëherë ato ngritjet e veta, po është sport. Edhe ne ja arritëm qëllimin. Qëllimi jonë ishte që të argëtohena, qëllimi jonë ishte që të bëjmë sport, edhe u dha një mesazh shumë i mirë pasi edhe mram te finalja e kampionatit që ishte mes bashkisë dhe policisë, kishte pranishëm njerëz, po kishte shumë publik, si aktivitet ishte realisht i bukur, emocione pafund dhe kishte edhe surprizat e ndarja çmimeve. Fakti që ky kampionat mori, si më thanë, vlera, u zgjeru më shumë edhe institucionet gjatë kampionatit na janë vetë ofruar për të marrë pjesë, po ishte pamundur pasi ishin kryer regjistrimet, edhe mendoj që vitet e ardhshme do ketë shumë më shumë institucione që do përfshihen. Në përfundim të ndeshjes, medaljet dhe çmimet të dorëzuan pikërisht nga këta përfaqësues të institucioneve, duke vlerësuar angazhimin, disiplinën dhe frymën e ekipit të gjithë pjesëmarrësve.